Fenomeni shkodran Luiz Eli ka publikuar së fundmi një video të jetë të veçantë dhe emocionuese, që ka bërë xhiron e rrjetit dhe ka tërhequr menjëherë vëmendjen e fansave të tij. Në këtë video, artisti tregon një dhuratë që ka marrë nga adhuruesit e tij, një gjest i vogël, por tepër i veçantë dhe i mbushur me kuptim. Dhurata përbëhet nga një palë atlete të bardha, por ato nuk janë thjesht një palë atlete të zakonshme. Në ansoret e tyre është printuar një fotografi bardhë e zi shumë e veçantë, ku Luizi shihet duke puthur në ballë vogëlushen e tij, Luna Mari. Ky detaj ka bërë që dhurata të marrë një dimension emocional tepër të fortë, pasi përtej thjeshtësisë, ajo simbolizon dashurinë e pakufi që artisti ka për vajzën e tij dhe lidhjen e ngushtë që ndan me të. Në video, Luizi duke se nuk i ka rezistuar dot atleteve edhe i ka veshur menjëherë me një buzëqeshje të hapur dhe të ndritshme, që reflekton lumturinë e tij të sinqertë dhe emocionin që i ka shkaktuar ky gjest i fansave. Shpreha e tij e fytyrës tregon krenari, dashuri dhe një gëzim të pastër, një përzierje ndjesish që rrallëherë shihen kaq qartë. Ai nuk nguron të tregojë se sa shumë e vlerëson këtë dhuratë, duke e konsideruar një kujtim të veçantë dhe një lidhje simbolike me adhuruesit që e ndjekin në çdo hap të karrierës së tij. Komentet e fansave janë të shumta dhe të ngrohta, duke e përshkruar këtë veprim si një gjest të bukur, krejt personal dhe plot emocion, që tregon se edhe artistët e mëdhenj e ruajnë gjithmonë një lidhje të veçantë me publikun dhe familjen. Një tjetër detaj që ka tërhequr vëmendjen është fakti që fotografia në atlete është bardhë e zi, gjë që i jep një ndjesi klasike dhe elegante dhe e bën dhuratën edhe më unike. Për shumë ndjekës, kjo është një mënyrë perfekte për të treguar dashurinë dhe përkushtimin, duke përzier emocionet familjare me artin dhe stilin personal. Dhurata tregon jo vetëm dashurinë e fansave për Luizin, por edhe ndjesinë e tij të thellë ndaj familjes, veçanërisht ndaj vogëlushes Luna Mari, e cila çdo ditë e më shumë po tërheq vëmendjen dhe dashurinë e publikut.